mund të sjellë ndryshime të jashtëzakonshme dhe ndryshime të papritura. Por vallë, sa do ndikojë në 12 shenjë zodiakale? Ndikimi i së plot që ndodh sot në bushtin Akrep Dëm është mjaft e fuqishme dhe e paparashikueshme. Pasi ky kënd kryesor formon një ndikim me Uranin, ku shumë ndryshime dhe situata të papritura, siç kuptoni, të gjithë ndikimet dhe ndryshimet që do kemi kërkojnë vëmendje dhe jo nxiti. Hëna e plot e këtij muaji të ditës së sotme tregon shumë gjëra. Do të thotë mundësi, do të thotë karrierë dhe strategji. Gjithashtu lidhet me anën e financave, të bizneseve dhe jo vetëm. Por kërkon dhe kohë vëmendje. Ditët e para të kësaj hëne plot janë një periudhë emocionale që do thotë mundësi, do thotë rëndësi për problemet që kemi pasur ne të mbyllim tani. Hëna e plot është një hënë shumë e rëndësishme ku në një shenjë që fillon nga zeroja në Akrep, aksen Akrep Dëm, po me kësaj është në Akrep në këtë rast, ku do thotë ndikimet dhe kontaktet që ka të bëjnë shumë, mundësi, lidhjet e vjetra, që keni pasur probleme me lidhje që më përpara dhe vjen tani një moment që juve ta zgjidhni në këtë drejtim. Pikërisht në këtë ditë është mirë që të shikoni çfarë do të bëni. Kemi në hënë të plot, kemi Uranin dhe Plutonin që luajnë një rol shumë të rëndësishme, një lojë të rëndësishme në fushën e karrierës. Dhe kjo do të thotë, sepse kur ndodh në aksin Akrep Dëm dhe Urani, Plutoni që ka të bëjnë shumë ka të bëjnë në Dëm Urani, mund të përballemi me zhvillime të papritura, që do të na lënë në befasi. Prandaj kërkohet kujdes ku firmosni çfarë vulosi. Prandaj kam thënë që për xhelozinë dhe mund të shumë gjëra do të ndodhin këtë javë, dhe shikojmë ku do jemi, pavarësisht se sa vështirësi që mund të kemi ndryshime apo duhet të shikojmë çfarë do të bëjmë. Ajo që do të kemi gjithashtu kemi Plutonin, i Plutoni ku shëndon hënën e plot, ku ka të bëjë shumë me çështjet që lidhen me pasuritë paluajtshme ose disa probleme që mund të keni pasur më përpara dhe dalin tani mbi sipërfaqe. Pra, kjo do të thotë lidhje me disa sekrete që nuk duhen thënë, nuk duhet fol. Prandaj kërkohet kujdes në këtë drejtim. Por mund të zbulohen, sekrete që mos u zbulohen, kjo varet në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni dhe kur është koha që gjërat kanë ndodhur dhe çfarë mund të bëjmë në këtë drejtim. Por gjithsesi, është dhe periudha ku tani gjërat mund të jenë në një farë mënyre ndryshe i presim dhe ndryshe veprojmë, por gjithsesi kjo periudhë është periudha